Gjatë ditës së sotme ka thënë se në qoftë se qeverisja e zotit Rama do të guxojë të bëj veprime për shembull kokderre të tipit ta mbroj zonjë Balluku kryeministren me një lloj kokderllëku ose të vazhdoj shtypjen që i bën gjykatës kushtetuese duke e bërë atë të paaftë marrë vendime të dallueshme. Në qoftë se këto do ndodhin, atëre Shqipëria do të ndëshkohet duke e çuar procesin në fillimin e parë të saj, që është praktikisht viti 92. Në këtë sens duket sikur ardhja për shembull e Mekanisterit në datën 17, pra të krijohet një përshtypje sikur Bashkimi Evropian kësaj radhe po gjen gjuhën e dur. E keni ju këtë ndjesi apo ne jemi entuziazmuar më shumë se ç'duhet? Unë besoj se Bashkimi Evropian është i vendosur, ka filluar me Parlamenti Evropian kur nxori relacione vetë për mënyrën se si bërë zgjedhjet në Shqipëri ishte shumë i qartë. Po mediat në Shqipëri nuk i dha rëndësinë e duhur. Kur thoshte relacioni Parlamenti Evropian për ndryrje të krimit organizuar dhe ndryshim të dëshirës së popullit në zgjedhje, konkretisht zoti Galeri që ishte raporteri jon kishte thënë që zgjedhjet të dielën ishin normale, po kishin mbaror që të shtunin nga presionin që kishte bërë krimi organizuar dhe ndërhyrja e qeverisë në zgjedhje. Që atëherë ka filluar një kthim, unë duhet të them që në fillim të mandatit tim kur në BE, nuk gjeja vesh për të më dëgjuar kur ngrija këto problematika në Shqipëri. Tani janë të gjithë që interesohen dhe fokusi është mbi Shqipërinë. Nuk besoj se kësaj radhe zoti Rama do anashkaloj këtë presion. Po është e vërtet kjo që thatë. Do rikthehemi në ditën që bëm kërkesën si Shqipëria them ditën që kemi bërë kërkesën për antarësim. Kthimi mbrapa aty të çojmë të rendit e dyshim. Shpresoj të mos të ndodhin gjëra normale, të kemi një qeveri funksionale dhe të funksionojmë në fundarja e pushteteve. Drejtësia të lihet të bëj punën e vet, qeveria të bëj punën e vet, opozita të ketë rolin që ka një opozitë. Kjo mund të bëhet me qeveri teknike, me zgjedhjet e tjera, duhet të zgjidhet ngërçi. Nuk kemi luksi, nuk ka luksi Shqipëria të përballet me shtetet që kanë vendimarrje më të madhe në botë, siç janë Gjermanët, Holanda, po duhet të dini që mund të ketë bizetime dhe mendime të ndryshme në BE, po kur vendosin janë të gjithë bashkë. Turizmia do jetë nga tani që po flasim nuk është, po për pak kohë do jetë nga 27 shtete. Sepse edhe nesër kemi një diskutim për Shqipërinë në parlament, për të marrë disa vendime, mirë është të filloj të jetë në tavolinë dëshira evropianëve për të futur Shqipërinë në BE, edhe Shqipëria do të bëjë detyra shtëpisë këto që themi reforma që nuk po bëhen, ka ngelur shumë mbrapa. Tani nëse zoti Rama kishte thënë një justifikim që nuk kemi garanci ushqimore, diçka që nuk ka të bëjë. Katër kapitujt e parë kanë të bëjnë me shtetin e së drejtës, ndarjen e pushteteve, funksionimin e demokracisë, zgjedhje të pastra, gjëra që janë elementare, ishin elementare në Evropë para një shekulli, jo sot. Zoti Beleri, ju falenderoj me një zemër, e çmoj shumë faktin që jeni në program të dashur teleshikues eurodeputeti Fredi Beleri. Mbas pak minutash ne do të bëjmë një përmbledhje të asaj që do të quaj anatomia e një reagimi popullor opozitar ndaj një qeverisje e cila praktikisht ka rënë. Por e kemi ndjekur gjithë pjesën e fundit